Ja ku jemi sërish bashkë, do bëjmë një bisedë tani, siç thash pak më herët, me një personazh, ai quhet Vini, po në fakt nuk e di më as emrin e plot, as mbiemrin e plot, do thoni ju pse, sepse në rrjetet sociale na është prezantuar si komshiu i Fevziut. Pse kjo zgjedhje është shumë i këndshëm në fakt, nuk e di çfarë problemi ka me gratë, se një pjesë të mirë të videove i ka me gruaja. Kështu që me Vinin do lidhemi tani për të mësuar pak më shumë për këto momentet e këndshme që na bën të na shoqërojnë në rrjetet sociale. Si e ka raportin me Fevziun? Edhe Vini e shoh që po më dëgjon, kështu që po të përshëndet. Si e? Mirëmëngjes gjithëve. Nga që nuk të shoh akoma. Nuk ka gjë, nuk po hum në një gjë të madhe. Unë shoh ty, kjo ka rëndësi. Okej, dakor. Mirëmëngjes gjithëve. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi shumë të të kem këtu. Unë jam një ndër ato njerëzit që videot e tua i shoh edhe qesh me lot në fakt. Kështu që besoj se si unë ka edhe shumë të tjerë, që edhe nëse nuk i bëjnë like, po shoh që share e pafund i bëhen videove të tua. Dhe kjo tregon një pjesë të mirë të suksesit që ato kanë. Tani, unë e di që ty të kam pyetur kush e di se sa herë, po për këtë publikun që po na sheh tani, unë do të pyes edhe një herë. Pse komshiu i Fevziut? E disha pak që do ma bëse këtë pyetje. Edhe, në fakt, nuk u përgatita fare. Po, them vërtetën, kjo, unë desha me vu komshiu Selimit, që është komshiu imi vërtet. Po, në 30 vjet e funit e kam patu bus qeshnja 2 herë, edhe nuk mu duk i përshtatshëm për situatën, për t'ja shpjegu. Po, edhe zgjota me marrë një kështu, një komshi nga qyteti, që janë pak më tolerant. Po, në të vërtet desha një emër kështu popullor, që t'u afrosh ai çik sa më shumë ke njerëzit, edhe komshiu i Fevziut sjell edhe nota humori vetëm nga emri. Paktën kështu e mendova unë. Dhe kjo ishte arsyeja, thash ta përdori çik Fevziun, se tash ai është personazh super popullor. Kështu që zgjodhe një personazh që të gjithë e njohin, të gjithë ja dinë emrin. Po, kjo nuk do thotë që ti ke qenë edhe edhe pse nuk jeton në Shqipëri në fakt, po familja jote ndoshta komshi në të vërtet me Fevziun. Jo, absolutisht. E thash se mos ndoshta kush e di, domethënë. Jo, nuk është. Jo, absolutisht. Do doja shumë, ta kisha shpinë atje ku e ka Fevziu, po. Në fakt. Ndoshta një ditë do vija i të shtëpia, do vija i të pallati im. Vin, janë shumë të këndshme videot e tua, tematikat. Mënyra origjinale se si ti i sjell, se shpesh video të natyrave të ngjashme ne i shohim nga shumë personazh viral në Instagram, në TikTok apo në platforma të tjera. Por origjinaliteti që ti i sjell për mua e bëjnë të veçantë. Do të doja që të shohim disa prej tyre, po kështu një e nga një, që të na ngacmoj pak, po pse jo edhe për ata që po na shohin dhe ende nuk kanë ngërmuar emrin tënd në Instagram ta bëjnë tani. Shohim një video edhe kthehemi për të folur pak për Zanafillën. Si ka nisur e gjitha kjo? Okej, Video e kafes në shtëpi ishte kjo që me që na the që po na dëgjon dhe nuk po na sheh, kështu që po të orientoj unë me videon, kurse ke grua në shtëpi, e mënyra e futjes së gishtit në fixhan e në gotë ishte shumë e këndshme. Dhe pyetja ime është, e thash pak në fillim, pse shumë nga videot e tua kanë tematika gratë? Se jam i vuajtur. Jo. Jo, se bëj shaka. Po kjo ishte kjo ideja, them vërtetën ishte që të realizoja më saktë, se nuk ishte e organizuar kjo gjë, më erdhi vetvetiu. Edhe desha që t'rregosha ai çik jetën time në mënyrë gazmore, siç mendoj që më përket. Dhe prandaj që shumica tematikave është martesa, gruaja që është më e fortë se sa burri, që është më e fortë se sa burri në shumë raste, domethënë edhe në humor u mundova ta sjell në këtë lloj forme, në formën time. Tani, ti je i martuar, jeta jote personale familjare? Po, jam i martuar, kam edhe një djalë të vogël 7 vjeç. Ta kesh me jetë. Po, i martuar. Si reagon graja jote kur shef video? A keni zot marr? Thuaj pak të se ka shumë që. Po se s'kan zot pra ka bëjtë unë video. Se kishin zot, nuk do isha këtu sot. Të thot në njerë që bolca e të prove, se po mendoj njerëzit që ti e një burr i dhunuar në shtëpi, apo i kesh drejtuar.
Fare, se është këtu. Ja. Fare, jemi shumë mirë, çuna, martohuni gjithë se s'do vuj vetëm unë. Ka kuptim, nuk ka kuptim. Ja, mirë, shohim një video tjetër edhe vazhdojmë bisedën, se dua t'i shohim kështu në her pas here që të kemi mundësi të shohim sa më shumë nga ato që kemi bërë gati. Duhet isha bë veteriner, 70 euro një radiografi për qenin. 70 euro i thash radiografi për qenin, 70 euro tha për pozicion. Na duhet një shampo para operimit, një shampo mrapa operimit, operimi, ilaçe TVSH, çko tha diku ke 1700 euro. 1700 euro! Po ti pse s'duhet tash, ma mirë na kishte vdek gjyshi, i boshim një super funeral, vishin edhe njerëzit për vaki, na i lekë rekuperoshim edhe gjyshin e respektoshim. Po hajt më tha se e rëndësishme tha oj që qenit bëhet mirë. Qeni pore tash qeni mirë do bëhet, po mu gjeni na i luk sheqer, se unë do ju ngel në dorë. Se është kthy kjo punë e kafshëve në biznes total, 2000 euro për një qen. 2000 euro tha, po 2000 euro me certifikat prejardhje. Certifikat prejardhje për 2000 euro i tha se du me pasaportën e patent. Po s'keni faj ju, jo, ju nuk keni faj, e kanë fajnë gota që e kanë kthynë mod. Ishte një ona i ditë me autobus, ku e futa ku e lash. Ku e futa ku e lash, qa ke i thash ke hum telefonin, jo tha ka hum qeni, i thash qeni, vetëm kur nxori kokën i qeni vogël një 45 gram, kështu sa i kopsh gjel deti, kështu me xhaket, me shallë dhe me kapuç, kështu syt ishin të i dal venit, flak, kuqe, sikur i kishte hy djalli në trup, e në mshifte, e në mabote, i thash unë fal, i thash, atë han ky, uadha, debil, ky është vegetarian, tha si mami. Dhe këtu jam i sigur që gjithë çurat po pyesin veten pse ja bëjnë femrat qenëve të gjitha këtë. Se s'kan zot, nuk kanë zot to, se marrë qenin për... Qen nuk e kuptova këtë. Qen nuk ka. Okej. Qen nuk ka. Okej, megjithatë, veteriner s'do ishte keq ishe me këto çmime. Jo, do ishte shumë mirë tisha veteriner, do ishte shumë mirë se kam pa ca kështu, ca veteriner realisht e kanë kapur veten. Dhe jam bër pishman që kam bërë gjë tjetër. Okej, megjithatë, asnjëherë nuk është vonë, kështu që vini flasim pak për fillimet e tua. Si ka nisur? Domethënë, do një lloj guximi, ndonjëherë njerëzit kur fillojnë edhe bëjnë video, nuk e mendojnë që do kthehen kaq virale. Ajo fama mund të të vijë kështu sot për nesër, ti e sheh që të rriten edhe ndjeksat, edhe shpërndarjet, edhe komentet, dhe njerëzit që ti ridërgojnë, edhe komentet pozitive dhe negative, pastaj që janë të gjitha të përfshira aty. Është vërtet. Ajo, kjo ishte se në fakt u lodha t'u bë me qesh vetëm to shtëpisë dhe s'mjefshin kokët leku. Thash, po e provoje, thash, bëj me qesh biletin, ndoshta fitoj në i lek. Arsyeja vërtet ishte që edhe e kam pas gjithmonë qef këtë punën e të krijuarit, le të themi, edhe mendova se ishte fiks momenti duhur që ta provoja dhe unë se me që na është dhënë kjo mundësia e rrjetit social, gjithsesi unë zgjodha një rrugë krejt timen, ishte e menduar kjo gjëja që profilit ishte i drejtuar në këtë lloj forme, edhe jam shumë i lumtur këto 4-5 muaj Instagram, jam shumë i lumtur për gjithën këtë që më ka ndodhur, domethënë. I falenderoj gjithë ato që më ndjekin, kam shumë komente negative, po shumë. Vërtet? Jo, se bëj shaka, janë gjitha pozitive. Po se gjithë thonë kështu që komente pozitive, mu vetëm shajnë. Okej, ju thash mos kush e di se domethënë videot e tua janë aq okej, se nuk besoj se cënojnë dikë sa të... Jo, absolutisht. Mundohem shumë në fakt që mos leja të përshtypjen sikur se këtu një fije holl të ndan nga tallura dhe shakaja. Dhe unë nga që as nuk e kam studiu këtë gjën, se një profesionist di ta bëj shumë mirë këtë gjën, që ta ndaj këtë vijën. Unë nga që jam edhe autodidakt krejtësisht, është shumë e vështirë të them vërtetën, edhe se jam dhe vetëm. Kështu që realizimi ka shumë pjesë mes editimi, ka shumë pjesë në gjitha ajo që krijohet, 15-20 sekonda, 1 minutë, saj që duhet të jesh shumë i kujdesshëm, edhe shpresoj që mos më ke ngelur asnjë kështu, se unë gjithsesi me nota humori i fus mrena, kështu që shpresoj që mos të ofendoj njeri, kjo është gjëja primare. Mirë, mos e ki me ranka të pjesë, nuk ta kursen njeri do ta thotë, nëse është ndjeri i ofenduar apo i conuar, domethënë, madje i shprehin më lirshëm se ç'duhet të gjitha këto edhe kritikat. Kalojmë në një video tjetër edhe vazhdojmë bisedën.
Ore nuk jena ngusht fare, o bajana, ju shqyqyna erdhe, në hapë sytre, që jetë motrës saj për herë, mere motrën me që të kalamon, shqyqyna erdhe, ke prune 4 kalamon, shqyqyna erdhe, ke bo shumë gabim që s'ke morin e plesh, ti kishe morin e plesh, kena ven sa dush kena ven, ju shqyqyna erdhe, në hapë sytë, që ngusht tuë, për flej, fike dritën, flej gjumë, haj, takona nesër, flej, fike dritën, natë në mirë. Tani dua do të pyes, bajana ka ke? Jo, nuk kam. Okej. Kjo ishte, si ta them, kjo më kujtoj fëmirin time. Tipike shqiptare është, po. Tipike. Të gjithëve na kujtoj. Po, më kujtoj fëmirin time edhe më kujtoj ato ditët nga që kisha ca njerëz duke shtëpia. Edhe më kujtoj ato ditët kur realisht u mblidhshin gjithë kushurit, vishin teze, halla, nuk u merrte vesh, edhe fleshim gjithë në tokë në për divane ku të gjeshim, edhe desha ta sillsha me këtë notën e humorit, si e ka përjetu babi. Gjithën këtë. Shiko, vetëm se ka një gjë. Baba thonë gjithmonë, hajde kemi vend sa dush, kemi për të ngrënë tryeza plot. Mamat si e kanë kaluar të stres që me zorgjenin një organe e batanie, jastoj që për të gjithë. Mami shkret shumë i lumtur, në 2 ditë që rishin njerëzit 12 kile dopsim. Edhe me mimika fytyre her pas here që të shna bëre. Vetëm ose nga guzhia. Mirë, kalem të një video tjetër, vim dhe vazhdojmë bisedën. Ta gjëra që mësova nga mami kur isha fëmijë. E para, mësova si të zgjedh. Haje mam supën, pse se ha supën, haje supën, se po se hone të shim dark prap këtë ke. E dyta, më mësoj ironin. Po e di minon që jetu tallë, e di që jetu lujt, e di që jetu qeshti, si qeshim të dy bashkë kur të vi babi më dark. E treta, më mësoj të logjikoj. Si the mund dhe pik. 4, më mësoj si të kem personalitet. Po psere, po hull landi ka ura, do hullesh në ti? 5, më mësoj pastërtin. Po t'i gjeta la i herë pucët ne për talë, plera ka për t'ju. 6, më mësoj besimin. Hajde, se nuk traf mama jo, po hajde. 7, më mësoj mirë kuptimin. Kërkoj falje vlaj, se ta griva mishin. Një përshëndetje për të gjitha mamat që e gjenë veten në këtë video me mesazhe të plota. E përshëndesim. Biles edhe mami kur e pa videon edhe më çoj një kështu, më çoj mesazh që ju qaj non, po na flishem internet. Kush janë tipi i videove që pëlqejnë më shumë, që ti e ndjen që ka një lloj efekti më të shpejt në publikun virtual? Po, në fakt, më varet edhe se ky, tash do futemi në qikë kështu se nuk është se du me bo si specialist, se nuk jam, po më varet shumë edhe nga algoritmi i platformës ku ti ke vendos me publiku. Kështu që ka shumë video që unë mendoj që janë shumë mirë dhe realisht ajo nuk funksionon. Ka video që mendoj që është e bome në shkile shkop, edhe ajo funksionon, sepse është dhe algoritmi që e përcjell tek njerëzit, ai impakti parë, se pastaj ajo shpërndahet edhe viraliteti krijohet avash. Po që video që më pëlqejnë më shumë dhe që më përkasin më shumë, besoj se jam te monologu me veten, me Zotin, me familjarët, këtu e gjej vetëm më shumë, se sikur i ndjej dhe më përkasin, kjo është e gjitha. Kurse ka video tjera pastaj që marr spunto dhe nga jashtetit, shoh video tjera dhe i sjell në formën time. Ka frymëzimi është i madh tani, nëse ke dëshirë, po se e zgjata shumë. Jo, s'ka gjë, kam dy pyetje të shkurtra, të marrin shumë kohë gjatë ditës? Qoftë procesi të menduarit, po dhe ti realizosh? Po, më shumë kohë në fakt të merr editimi i asaj, sepse unë nuk është se jam shumë perfekt në editim normalisht, se jam autodidakt fare dhe s'kam një njeri që t'i bëj këto gjonat, kështu që do i qik për kujdesje, do detajet, njofësh 2-3 programe, po ato që e din më kuptojnë për këtë që po them. Kështu që editimit merr shumë kohë, realisht merr shumë kohë. Kalojmë te video tjetër. Ma ka pa kush atë baba gjyshit e vitit rrjedh? Atë baba gjyshit, atë e pe bjekër të bardh. Se veç po se kapa, se lekët i fusun, me rritat i mera i. Ma ka pru baba gjyshi mu. Baba gjyshi këtu jam unë.
Baba gjysh, qofse jetë e patët videon, o bjeri vetë dhuratat, ose bjerë legët braf, për të shkofshin gomat e zlitat, inshallah. Do jetë dhe për ca kohë, baba gjysh më beso, kështu që... Kjo ishte, kjo lindi, në qoftë se mund të shtoj të gjëra, kjo lindi se unë jam gjithmonë normal se jam edhe mashkull edhe babi shtëpis. Unë jam ai tipi që bëj gjithmonë dhurata gjithëve, mu nuk më bë dhurata asnjë. Edhe thonë gjithë që faleminderit na i solli baba gjyshi, po baba gjyshi tu jam unë. Kështu lindi kjo ideja dhe kjo ishte në qoftë. Më fal. Jo, një faleminderit të ta thonë ty desha me thënë, kaq. Po, është e vërtet. Po kjo lindi të vërtetën, kjo është gjithçka spontane. Kjo është kam vu telefonin aty, kam marrë këto dhuratat në dorë, edhe kam thonë qa patan menje. Kjo nuk ka qenë e shkart nga hiçi. Vetëm nga që dalin më mirë këto gjërat spontane, ndonjëherë bën dupla të dyta, të treta, të katërta, apo ajo e para mbetet gjithmonë më interesante, më e vërteta. Është e vërtet. Edhe unë është një ndër videot që pëlqej më shumë, jam fiks vetja. Se unë realisht nuk është se unë mundova të krijosha një personazh apo si ta them që të krijosha një farë prototipi të parë nëpër lagje apo unë ti e ti në fakt. Po, duket. Po, unë jam unë. E qartë, tani mbas kësaj interviste u binda për këtë. Të falenderoj shumë që ishe me mua këtë mëngjes. Të uroj sukses e pafund të kesh, edhe shpresoj që kur të vish në Shqipëri, të kemi në studio herën tjetër për të bërë bisedë më nga afër. Ju falenderoj realisht edhe unë shumë për hapësirën, ty në veçanti edhe gjithë çunat dhe gocat që më pritën shpar aty, u knaqja fare, nuk vdisha, ju falenderoj, përshëndes gjithë Shqipërinë, se ne jetojmë jashtë shtetit, nuk e dim fare ç'a bëhet tani kështu që i përshëndes gjithë, ju uroj shëndet inshallah. Faleminderit për ti gjithashtu, të përshëndes një studio, ditë mbar, faleminderit. Faleminderit dhe ju që shëndruat me ne, kjo ishte Vila për sot, kalofshi bukur.